A kemi kuadër profesional të mjaftueshëm që me flajt shlirë se ka kush na i del zot shëndetit tonë në këtë dritim? Për radioterapi, për shembull. Për radioterapi, po, janë kriju, janë dikun rreth 4 apo 5 radioterapeut, ka dhe fizikan që mjekësor, sepse ato shkojnë në kombinim fizika mjekësore edhe radioterapia, në planifikimin e përcaktimit fushave, kështu që është goxha i kompletuar stafi për radioterapi, edhe mirë janë duke punu. Një jetë të tërë edhe mësimdhënës. Fillimisht asistent, pastaj profesor i lëndës, një përvojë interesante, kujtimet bukura. Pastaj është edhe rezultati finalizuar, krijimi gjithë aty në kuadrove. Është që përmenit është unë vitin 1992 kur ishim në për podrume, për herë parë kom insistu që të futet lënda e onkolozisë me radioterapi, që ashtu është fillimisht ka qenë. Edhe faktikisht unë kam qenë i zgjedhur atëherë si ligjërues i lëndës së onkolozisë me radioterapi 92-ën. Mandej 98-ën jam zgjedhur si docent, mandej profesor asocium edhe profesor i rregullt. Realisht 2015. Disa dekada. 3 dekada e gjys. Privilegji madh kështu jetësor për juve, po dhe për kushtim edhe aktivizëm edhe... 75 kom diplomu, që i vjen 20 vjetë në shëndetësi. 20 vjetë në shëndetësi. Po, në mësimdhënie, se ju e dini që unë kam shumë debules për profesorët e mi që na keni dhënë mësim. Mësimdhënie kam dhënë mësim edhe në 75 për shkollë të mesme të mjekësisë. A shkollë të mesme të mjekësisë këtu? Po. Në Prishtinë? Po. Interesant se... E ta shkosër, pas dekada shpunë, edhe për kushtim, edhe sot sërresht së punuari, po na shkruan libra, po na mbjell, po vën gjurmë, po gravon historinë e këtyre gjërave me të cilat jeni marrë, përveç edhe asaj pjesës, unë e quaj histori kombëtare, çdo pjesë historisë familjeve të mëdha e të vogla, po shqiptare që kanë bërë para të dheun, pas kaq shumë dekada punë, a mendon se është vlerësuar sa do të kontributi juaj? Mendoj që jo. Unë për shembull kam më të freskën para 1 vjetë diçka katedra e radiologjisë dhe onkologjisë, mandej klinika e radiologjisë dhe onkologjisë e mjekësisë nukleare ka ndërgu kërkesën që kuadër të 75 vjetorit ndahat mirënjohje në odën e mjekëve. Dhe? Nuk është bërë? Ja. I notë personale. Mirë. Shqiptar që. Profesor, po studentët tu e din kush është profesor Xhavet Vicaj? Gjithë ata nëzanë se student, pastaj ajo rjeti i madhë se ata student, ata sot janë edhe profesor, edhe asistent, edhe doktor, edhe specialist, edhe kanë familje, edhe kur del profesori në televizion, thonë, si që thamë unë kur dili profesor të mi në televizion, thonë, kjo ka qenë profesorim. Ese, mund të na duket si kur po knaqemi mjaft, po unë menoj që ky popull është shumë falenderues për punën tuaj që keni bërë. Faleminderit, unë e deshta me këtë rast ta ceku dhe një ngjarje pas luftës ka qenë një propagandë anti-shqiptare prej Kosovës ka Shqipëria dhe anti-kosovare prej Shqipërisë ka Kosovë. Edhe ju pata kushzu me qenë se s'kishim radioterapi përveç terapisë kontakte, po të akuzu studentëve që pjesën praktike me kryer në Institutin e Onkologjisë në Tiranë. Po ma shumë ish ideja ime në një mënyrë që të fuzionohen më shumë, me pa situatën vetë me sytë e vetë ata.
atje studentat tonë. Kujtohet, bile ai student sot është në Amerikë, ka kry kardiologjin, për shkum në muzeun e Krujës, mu afru, ma qiti dorën rreth qafe dhe pishkoll lëtë. A që ka kej geg, sa kësha falë vetit, kur tha, që mos pësën hezitoj ke marë. Du me thonë që kur shkum në Vlorë, qëfar pritje në banë, diçka madhështore, kur në banë prej Kosovë. Kështë që ajo duhet, më thonë, sot sporti për në bashkon, muzika, gjitha, faktikisht kufini është provizor, atë aspekt, po nuk e di, diçka një dreqë madhë po na futët mrena, që s'po na len me lëviz për para. Si shef sot rrjedhat në përgjithësi, edhe politike, edhe ekonomike, mbi të gjitha shëndetësore? Sa kemi progres, sa po lëvizim duhur? Konsideroj që shëndetësia është dukshë më mirë se çka qenë për shembull para 4-5 vite. Sa i përket arsimit, në përgjithësi, për fat keq, ndoshta pse u degradu, kur i kishim pa pyet ata në Lituania, dikun atje në shtetet baltike, a keni universitete private? Ka thonë, si, na që është pasu me bo universitete private. E na, dulem më të pasnit e botës, kështë që jenë vësik purdhat pas shiut, është degradu, gëgja shumë. Arsimi 1, shëndetësia 2, mbrojtja 3, janë 3 shtyllat e një kombi. E një kombi. Nëse s'ki arsim, mirë fill, s'ki as shëndetësi, as mbrojtje. As shëndetësia, as mbrojtje, as një segment tjetër të realizuar. Unë shpresoj që në këtë drejtim, ndoshta qeverit që vim, kjo e tashmja, diçka ka fillu, tjertë me vazhdu, po është e keqe që ne nuk punojmë në stilin e stafetës, për shembull 400 metra, po gjithmonë ne fillojmë historinë prej vetës tonë. Afet kthehemi në zero. Edhe mi adhon stafetën, në zero i na nis. Zero tona të shekullit 20. Nëse do ta nisje jetën nga fillimi, a do ta zgjidhje përsëri mjekësinë me radio-onkologjinë? Besoj që po. Besoj që po, se në fakt është një fush që tep mundësi të kreativitetit, po edhe të studimit. Edhe tash për shembull studimet më të reja po bën nivel gjenetik edhe diagnostikimi dhe gjitha këto, nëse arrihet ajo, atër vërtet kanceri nuk ka me qenë më tabu. Po shletan aty pishe ish profesor aty. Po ish profesor të mi, profesor të tanë, gjigant. Më thënë drejtën e i kom përfshi kapitull veçantë personat që kanë dhënë kontribut në mbrojtjen onkologjike. E kom patë rrugës që secili prej tyre që sa dhe pak që ka dhënë kontribut mi përfshin monografi. Mbrojtja onkologjike, kjo sa dashuri, qaqe dhe dhimbje juaja që ke punu thjesht tërë jetën me zhvillue, që t'jetë në shërbim të këtij populli, të këtij veni. Unë e kom edhe ato tashtu që emocionet e mia personale, sepse nona ka lëngu dhe më ka shku e kancerit. Vetë jam diagnostiku me adenokarcinom të veshkës, vitin 2003. Për fatë mirë timin, ka qenë i legalizume dhe... Me na shkru libra, me na rëfy, me na... Edhe jam këtu, që e vlen edhe për këte une shpesh edhe studentëve, kom tonë janë ato 5 hallkat e famshme në mbrojtjen onkologjike. Është parandalimi, është diagnostikimi i arshëm, është trajtimi me kohë dhe adekuat, dhe është rehabilitimi dhe fund trajtimi paliativ.
Ne nuk kemi bo, ose nuk po bojnë sa duhet në parandalimin e faktorëve të mundshëm. Profilaksën e famshme që na keni mësuar çdo moment. Diagnostikim të hershëm le për të dëshiru, edhe pse sot kemi aparatura që mund të diagnostikohet relativisht herët. Trajtimi me kohë dhe adekuat konsideroj që mund të bëhet vetëm përmes konziliumeve multidisciplinare. Kështu që nga këtu i kisha këshillu. Kjo është porosia e profesorit. I studentët e mi, edhe i specializantët e mi, që të komunikojnë, të bashkëpunojnë me kirurg të fushave caktume sipas lokalizimeve. E kam pas pyetje mesazhin, edhe mesazhin. E kisha pyetje të radhës mesazhin për mjektëri, për ata që po vinë në botën e shëndetësisë. Paraforsisht do të ishte ky mesazhi im, është një kapitull i veçantë që çka kam propozu sipas eksperiencës time dhe edhe eksperiencave tjerëve, kështu që kush është interesuar në me lexohet. Profesorët, si puna juaj, gjithmonë edhe mesazhe, edhe porosi, mbi të gjitha fillimisht dije na keni dhënë edhe. Po me patjetër me pas një moto të jetës, a ke pas një moto të jetës në bazë të së cilës je sjell profesor? Unë moto e kam pas prej se kom nisë me punu në shëndetësi, që gjithmonë ka drejt pacienti. Gjithmonë ka drejt pacienti. Edhe pacienti në dhe faktin që i drejtohet mjeku, ai të mjeku shen Zotin. Zotin edhe shpëtimtarin e tij. E shehte kë. Edhe mjeku duhet ta ketë atë afërsinë me pacientin. Jo atë distancën e cila se shpesh themi që fjala e mirë shëron më shumë gati se ilasi. Se vet ilasi. Në raport me femrën, se kur thatë gjithmonë ka të drejtë pacienti. Po? Edhe gjithmonë të drejtë pacienti, tash bota femrore po lypin, po thojnë gjithmonë duhet me pas të drejtë na. Po e filloj pak ma me për shkak sepse jo keni pas një zonë të ndëruar që ti ka bërë e i keni bërë bashkë, sa fëmijë? I kam 2 djemë. 2 djemë si drita, 2 doktora. Njeri ka shku rrugës babait, e tjetëri kirurga. Tjetëri kirurgi kirurgjisë vaskulare, edhe ato kirurgjin endovaskulare që faktikisht këtu zbohet. Edhe njeri tjetëri radiolog. Edhe nuk ka qenë, se shpesh më kanë thonë, mirë, ja ki bo që i ki qitë. Nuk ka qenë as insistimi, as kërkesa ime. Në veçanti, shumë e kujtoj me një dhimbje të madhe, kur ka vendos i vogli me dalë jashtë. Ka qenë gjeneratën e vetë studenti më i mirë. Vendosi i madhi, hajde u pajtove dëqysh. Vendosi i dyti? I dyti, me notë mesatare, veç 4 që i ka posë dhe studimeve. Pse janë shpërngull? Pse s'kanë mujtë me u punësu. Nuk më rritë me i punësu? Më rrita me i punësu. Sepse nuk doje formën qëfare kërkohet sot, a? Jo, forma që kërkohet, për shembull, ai ka konkuru për asistent të angazhum. Edhe prej 500 që kanë konkuru, e dikun ofër 150 a 200 i pranonin, kjo ka qenë me kushti i dyti. Një ka qenë me 10 që krejt, që për mu studenti me krejt 10 që është pak, asi nuk është bashkë të regullë. Kjo ka qenë i dyti edhe veç pse atje në rektorat e kanë po në meset e emnin teme, kanë fshipe listë. Për shkak të këngritjes tënde ndodhi kjo, apo për shkak se cili regulante për vetët të tit? Jo, për shkak rektori atërshëm. Se Kryengritës ke qenë profesor për herë? Po, shikov, nëse kom unë Kryengritës kam njoftë dhe Kryengritës po të takoj sonte kur po bashkë bisedojmë dhe... Shikov, po në fundit është e vështirë me qenë Kryengritës, po unë për vetën e një mirë. Se s'jam pajtu me
Kujtohet për shembull dhe në shkrimi i apelit 215-ve, në atërë në klinikën tonë, radiologi me onkologji, e patër në shkru 4 vetë, s'pojo përmeni emnë, se ka qenë ishë profesor atu. Po tërhoqen, jo, përshtu. Friga ka qenë e madhe, se kanë vendosë ata si Adem Dema që me shku në burg, apo si Gjavit Bicaj duke di qëfar burgu e pret, pej bobse, prej... A di ku e poenta? Që ata që ka dignitet, edhe që ka integritet, respekton edhe miku dhe janë miku. E kam thënë, edhe dua ta them, nuk du të të prek në pikë të dobët, as nuk du ta diskutojmë se si ka ndodhë, por për kujdesja juaj ndaj një gruaje e cila ka sinonimizu nonën, gjyshen, gruan, ren, femrën, ka qenë legendare dhe një përkujdesje 24 në 24 e burrit ndaj një gruje të palëvizshme ka qenë diçka shumë e veçantë. Kush ka qenë mbështetësi më i madh në jetë? Fëmija mi. Jo vetëm gjatë tyne ditëve, edhe më herët. Kjo grua? Normal, edhe gruaja, po më thëmë gjatë kësaj kohë sa ka qenë fëmija mi që ka ndihmu se unë s'ja kisha dalë materialisht me organizu atë përkujdesje. Ndaj saj 24 orë. Po kështu fizikisht një përkujdes, tash një profesor, një doktor, një tregim shumë i mirë, profesor. Tregim i mirë që mund të bëhet film që thërë. Të faleminderit për tregimin e mirë, profesor, se është tregim shumë i mirë për gjithë fëmijët, për nipat e për stërnipat e për të gjithë, që baba ynë, profesor, doktor, kur një ditë nëna gruaja psoj aksident, u përkujdes për 8 vjetë të gjys, 24 në 24. Edhe kjo është... Këtu është për shembull një emet e jona që për shembull sot ka veç një intenzive, edhe një gjysim intenzive që i ka 4 shtrete në QKU. Akoma. Ishtë është kjetë shërbim të veçantë për këto raste. Nuk e besoni veç, janë përveç atyre problemeve dhe brengave shpirtërore e tjera, shpenzime janë maramense. Maramense. Që ne si përballojmë dot, në asnjë mënyrë, po për fat të rast ishin fëmija, ishin doktorët, ishin... Ka qenë fati im që t'jem dikon posa atje dhe ata parafërsisht dikon rreth 3.000 euro shpenzime mujore. Mujore i keni pas. Po vazhdon me shkru? Po, kam plan 2 monografi, një për gjeneratën e parë të gjimnazistëve në Istok, unë kam qenë faktikisht gjenerata e parë, edhe një për gjeneratën, unë e them të mjekëve të Fadilhuas, që kemi pasen Beograd, jemi një grup për 40 studentës që keni qenë atëherë. Kemi studiu në Beograd. Në atë kohë ka qenë numër i madh i studentëve që kanë studiu në Beograd. Jam i bindur që, po themi në këtë rast, 40 lule të shëndetësisë kosovare. Por rrëfime, duhet ta them vetëm edhe një gjë, sado që të njoh, jam rrit, jam rrit edhe njerëzisht edhe profesionalisht për vitet të tëra pranë jush, e prej mësimeve tuaja, kjo është absolutisht për publikun, për njerëzit që na shikojnë e dëgjojnë, e që ju intereson shkenca e dia, kishe një numër shumë të madh të punimeve shkencore, jam orientuar më shumë në publicistike, rrëfime të kohës për kohrat. Profesori nderuar, ishte kënaqësi që të kisha musafir. Faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën edhe na ke thënë gjëra të bukura, na ke rrëfyer kohrat, zhvillimin, progresin, vështirësitë për institucionet e sistemit sot edhe nesër të kenë sa më shumë kujdes për moshën e tretë, sepse si thot Hemingway, mos pyet kur, prapa kuj bin kambanat,
pas se cilit prej nes bin ato. Kështu që sot janë 3, po nesër do t'jenë moshën time, për shembull, kanë nevojë për kujdese, e cila mungon sot. Mungon sot. Profesor, shumë faleminderit që ishe. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi, ja.